Miqësi shoqëria jona, ju falenderojmë për pjesëmarrjen tuaj në këtë natë të paharruar. Miqësedër, në dasmën e madhe të Zynetit dhe të zgjedhur në djalin ton Arias, shpresoj të garojmë një natë të paharruar si për ju dhe për ne. Me respekt për të djali Alfred Detera, të keni lutem. Dhe ata shumë emocione, është mos e kuptoj shumë qartë. Por ka një dedikim shumë të bukur për djalin e saj dhe do ishte akoma më e bukur ato që ti ke. Do të thëjë emocione më bukur. Arias, drita e shtëpisë. Me ardhin tënde një jeta mori një tjetër për ty. Ishe ti ai zemrën tonë e mbushë plot, sepse çdo ditë, muaj dhe vit për ne ishte një pritje me shumë shpresë. Dhe më në fund pritja jonë u realizua me mrekullinë që tani mori tjetër emër, dashuria e jetës. Dhe sonte jemi mbledhur vetëm për ty Arias, në 5 vjetorin tënd, sepse 5 vite për ne tani kanë kaluar sikur 5 ditë. Tani jemi tjerë që çdo ditë na mbush në fjalë zemre. Shpirti tonë, të uroj veç të mira në jetë, paqie të gjatë dhe shëndet të plotë. Dhe diçka tjetër Arias, nëse gjyshi do të ishte gjatë, do të pusë më në barë. Sepse dëshira e ti u realizohen në ndihmën e Zotit, Alti shoku im i jetës, nuk me kurajo gjithçka arrihet, sepse ne nuk u dorëzuam kur për të arritur në këtë ditë që jemi sot me ardhjen e një jete të re të birit ton Arias. Të them këto fjalë sonte, sepse janë meritat e jetës dhe bekimi i Zotit në lidhje me familjen tonë të bukur. Bëfshit qef të gjithë. Ju atrofike për të qiftë të mrekullueshëm dhe ne gjithashtu ju urojmë me shpirt e me zemër të keni gjithmonë festa të tilla, ushtoshi dhe uguroshi vetëm gëzime.